sot jemi qutët me rrum me këto se çka po ndodh në mungesë të institucioneve. Dhe më thonë po flas për aspektin e sigurisë. Një 17 vjeçar e mbyt një 14 vjeçar me thik. Një burr e vret gruan e vet me fëmijë në bark. Një plak 80 vjeçar e vret gruan e vet. Edhe këto janë statistikat e fundit, nëse i këshyr mrena 2 muajve këto janë tmerruse. Sot prej këtu bashkë me kolegë deputet i ftoj të gjithë më shku në një protestë në ora 12 në sheshin Zahir Pajaziti me mbështet ata qytetarë, ata prind që kanë shqetësim për këtë situatë që po ndodh. E pse po ndodh kjo? Po ndodh në mungesë të institucioneve, të njerëzve të papërgjegjshëm që e kanë zonë peng, edhe qeverinë, edhe kuvendin, edhe gjitha institucionet. Na po dojmë, vllazën e motra dashur, po dojmë mu faru në komunikacion. Për çdo ditë ka lajme tmerruse. Femicidi, pastaj vrasjet kriminale. Kur kush nuk merret me këtë punë, nuk fol për këtë punë ose nuk i lën hapësirë kësaj teme që na po dojmë mu faru si popull. I thras gjithë uzurpatorët. Gjithë që ata që janë shqiptarë, ata që duhet janë, me kthy kryt, edhe me këqyrë që nuk bën kështu me lon anarkin mu zhvillu. Duhet mi kriju institucionet, duhet mu marrë me këto raste, me këto fenomene, me këto që ka o kanë ndodhe. Sot, na që po flasim këtu, ose që po bojnë politikë që piftojmë, marrë në seancë, mi konstitu seancën edhe institucionet që duhet më kujdes për qytetarin, s'po flas për varfrinë e për gjitha këto tjerat, ka plot prind që janë në zi, të vujt për fëmijën e tyre. Ka plot familje që vujnë edhe që intereson hiç kjo puna e kësaj. Disa për tyre nuk e dinë sa të rëndësishme janë institucionet për më funksionu. Jam i shqetësuar, e di edhe i bashkona dhimbjes, edhe shqetësimit që e kanë këtë prind, këtë ata njerëz normal që janë në Kosovë. Prapi garantoj se budallëve që janë trimnuar në hip pushtet, kemi ju dalë për balë. Po ju flas si prind i shqetësuar. Faleminderit.